Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar vimin e mbështetjes financiare për vitin 2026 për shërbimet sociale të specializuara në kuadër të Fondit Social. Mbështetja përfshin 3 institucione sociale, bën të ditur kryetari i Qarkut të Shkodrës, Edmond Dow. Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar vimin e mbështetjes financiare për vitin 2026 për një sër shërbime sociale të specializuara, të financuar në kuadër të Fondit Social. Këto shërbime janë jetike për personat me aftësi të kufizuar. Në total për vitin 2026 janë miratuar fonde për 3 institucione sociale kryesore në Qarkun e Shkodrës. Së pari, shërbimi rezidencial për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 30 deri në 60 vjeç, i ofruar nga shtëpi familje Faqibeni. Ky projekt është një vimësi dhe mbështeten nga Këshilli i Qarkut Shkodër prej vitit 2020. Së dyti, shërbimi ditor i përkujdesjes shoqërore për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 21 deri në 50 vjeç, i ofruar nga qendra ditore buzëqeshja e Moterlezës. Së treti, shërbimi rezidencial për persona me aftësi të kufizuar të grup moshës 18 deri në 60 vjeç, i ofruar nga shoqata Vëllezërit e Nën Terezës, Bashkia Valldejes. Për këtë shërbim është miratuar fondi prej afro 112 milion lekësh, i dedikuar për paga dhe sigurime shoqërore për 8 punonjës. Jemi të lumtur që këto projekte kanë marrë mbështetje nga Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Social Shtetëror. Si Qark do vazhdojmë të jemi gjithmonë në mbështetje të shtresave në nevojë. Financimi do të garantojë vazhdimsinë e shërbimeve rezidenciale dhe ditore për persona me aftësi të kufizuar, duke siguruar cilësi, kujdes dhe dinjitet.